Polici i cili shkon me hyrë në atë lokal, me pini kafe. Ai duhet me ditë që s'ka siguri, duhet me rekomandu me mshel. Shoqënia jon po e pret fatkeqësinë për me nis me bo reagim. Fatkeqësisht jemi të prit fatkeqësinë. Të kujtojmë këtë vet në Prizren neve na u ka djeg një dyqan ilegal në shesh të Prizrenit, në një lagje të Prizrenit i cili ka shit mjete piroteknike. Krejt bota e din që ato nuk janë të lejume, është lejume shit, është djeg një mahall peshe ka vdek një njeri. Pra është problematike tolerimi i këtyre elementeve, loja me zjarr. Këtu mundna me thonë që jena të lujt me zjarr, e në traditën tonë, loja me zjarr është shumë e rrezikshme. Shteti është të toleru lojë me zjarrin këtë vend, mundna me folë mas edhe për shumë mekanizma tjerë. Kaos total. Në rast se nuk ka një databazë, nëse rast se nuk ka një listë, cilat biznese e kanë, cilat biznese nuk e kanë. Në rast se keni parasysh jemi të funksionu si shtet, sikur kjo është përgjithësia e këtina, unë s'kam nevojë me pa. Më falni. Polici i cili shkon me hyrë në atë lokal, me pini kafe. Ai duhet me ditë që s'ka siguri, duhet me rekomandu me mshel. Polici i lagjës, zyrtari, qeveritari, çdo kush duhet me sinjalizu biznesin e rrezikshëm. Nuk mundna na me thonë, okay, ka veç përgjithësia një zyrtarit atje poshtë ai s'po e bën. Okay, çka më pengon mua me çuni email? Na me thonë, okay, kemi një rrezik të madh.